Sot do t'ju jap një ushtrim të thjeshtë, po të fuqishëm, që do të të ndihmoj të jesh i mbrojtur nga energjitë negative, por në të njëjtën kohë të sjellësh në balancë, të jesh në balancë me veten tënde. Çfarëdo që ke bërë deri tani, në qoftë se do ta bësh çdo mëngjes këtë ushtrim, është thjeshtë, unë do t'ja u tregoj, ju thjesht mund ta imagjinoni në të gjithë këtë dhe të shikoni që sa ndryshime do vinë në jetën tuaj. Për të gjithë juve që keni harruar veten, që nuk dini të vini kufi, në të njëjtën kohë nuk jeni në ekuilibër, në balancë, sepse jeni nëna, baballar dhe shpeshherë akoma dhe fëmijët tanë bëhen ata fëmijë që na kontrollojnë, që na përdorin me mënyrën e tyre dhe ne harrojmë veten tonë dhe kalojmë kufirin. Sot do t'ju mësoj si do vësh kufi në të gjithë personat pa përjashtim dhe t'jesh në qendër të vëmendjes tënde. Kur ti do jesh në qendër të vëmendjes, atëherë mund të japësh dhe në njerëz të tjerë. Prandaj, le të fillojmë. Fillojmë me ushtrimin e parë të balancës dhe të ekuilibrit. Do ta bësh thamë çdo mëngjes. Imagjinoje veten sikur je në fillim të një rrethi. Do t'ja u tregoj. Shikojeni veten që kjo vija e drejtë është vija e trurit tuaj. Në njëra anë është, siç e shikoni, rrethi anë mban dhe nga ana tjetër majtas djathtas në të njëjtën kohë. Unë po e bëj në natyrë dhe që ndje veten sikur je në fillim të këtij rrethi. Dhe vija e drejtë është ajo vija që ndan anën e majtë dhe të djathtë të trurit tënd. Kur këto të dyja janë në ekuilibër, dhe kam dhënë ushtrim si t'i sjellësh në ekuilibër me një ushtrim me duar, po ashtu ta shikojmë mos e bëjmë prap, dhe mendo që ti kalon te kjo vija dhe je ti në ekuilibër, mund t'japësh dhe krahët, se unë tani nuk kam mundësi ta bëj videon që të më shikoni ndryshe. Japi krahët dhe qëndro në ekuilibër duke ecur në vijën e trurit dhe thuaj jam në ekuilibër dhe në balancë me qendrën time, me veten time. Tani sill ekuilibër dhe balancë në anën e majtë dhe të djathtë të trurit tim. Dhe qëndro në qetësi. Kjo është fundi këtu, e shikoni, dhe kjo është rrethi. Ka përfunduar ushtrimi i parë. Ndiqe videon tjetër për ushtrimin e dytë, si të vesh kufij për të mbrojtur nga energjitë negative dhe të vesh kufijtë tu të shëndetshëm.